Përderisa protesta e studentëve e paralajmëruar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, po merr mbështetje të gjerë, përfshirë edhe nga Shqipëria dhe Kosova. Partia Vlen, që është pjesë e qeverisë, thekson se pas pankartave studentore fshihet dora e BDI-s. Ata theksojnë se disa studenti janë futur në lojën e BDI-s. Si hipokrite që është, bashkë me disa studentë të futur në lojën e saj topiste politike, po përpiqet i përdor pankarta studentore si karrem për rikthim në pushtet. Bujar Osmani, Arbar Ademi, Blerim Bexheti dhe tajfa e tyre nuk e kanë hallin e studentit, nuk e kanë hallin e gjuhës shqipe, e kanë hallin e vetes, e kanë hallin e pushtetit, privilegjeve dhe karrierave të dështuara. Prandaj, studentin e manipulojnë dhe e instrumentalizojnë për të shfryzuar si mjet drejt pushtetit. Nga Partia Vlen, mëtej shtojnë se provimi i jurisprudencës asnjëherë nuk është edhe në gjuhën shqipe, ndërsa akuzojnë BDI-n se nuk e ka zgjidhur këtë çështje gjatë gjithë viteve që ka qenë në pushtet. Ata zoton se provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe edhe shumë çështje të tjera që sipas tyre BDI i ka lënë përgjysmë do t'i zgjidhë Vleni. Kujtojmë se sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arbar Ademi këto akuza ditë më parë në emisionin Debat në Shenja i mohoi kategorikisht, pasi sipas tij thirrja e studentëve është e hapur për të gjitha partitë politike, ndërsa akuzoi Vlenin se shpërndajnë dezinformata në opinion për të vetmen arsye që, siç tha, ta mbulojnë turpin e tyre për mos pjesëmarrje në protestë.